Mëngjesin e sotëm, rreth 150 punonjës të Bankers Petroleum kanë pezulluar punën duke lënë pa mbikëqyrje 400 puse në vendburimin e Marinzës. Sipas kreut të sindikatës së sektorit hidrokarbur Dritan Shahu, puna është ndërprerë dhe bojkoti do të vijojë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Sot hymë në ditën e 2 të grevës së përgjithshme, gjithashtu në ditën e 2 të grevës së urisë, ndryshe nga dje ku greva ishte nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 10 të mëngjesit, sot ka filluar nga ora 7 e mëngjesit dhe pa afat. Dhe jemi në ditën e 2 të grevës së urisë. Ne nuk do të tërhiqemi nga ato që kërkojmë rritjen e fondit të pagave në masën 18%, siç thamë dje, shpërndarjen e tij për pagat për punonjësit e fushës dhe për pagat e ulta. Sa punonjës janë këtu bashkë me ju sot që kanë bojkotuar punën dhe sa janë në fushë? Aktualisht këtu, siç edhe shikoni nga pamjet, janë mbi 150 punonjës, të cilët kanë bojkotuar fushë Marinzën sot për punë. Mund të kenë ngelë shumë pak punonjës në fushë dhe drejtuesit e lartë që janë në fushë tani. Pavarësisht intimidimit nga përfaqësues të kompanisë, ne do të vijojmë grevën, ka thënë antari i Këshillit Sindikal Dritan Rapushi, i cili që nga dita e djeshme është bërë pjesë e grevës së urisë. Për shkak të deklaratave mediatike gjatë tubimit të datës 5 shtator, është ngritur një komision disiplinor nga kompania dhe është marrë vendim nga CEO për të vazhduar procedurat për shkëputje nga puna, ka thënë Rapushi, veprim që është konsideruar diskriminues nga sindikata dhe është kundërshtuar. Unë jam antar i Këshillit të Sindikatës. Dhe sot, siç e shihni, ne jam bashkuar të gjithë punëtorët e fushës, puna është pezulluar. Sot është dita e 2 e grevës së urisë, edhe kjo vazhdon për të gjitha të drejtat tona, si ngritja e rrogës edhe ndalimi i intimidimeve. Mua personalisht më shkryer një intimidim ku për shkak të grevave më është komunikuar për heqjen e vendit të punës, por puna është sepse duhet të ndjekin afatet ligjore ose të marrin aprovim nga sindikata. Sindikata normalisht nuk e ka dhënë këtë aprovim, kështu që duhet ndjekin afat ligjore. Prandaj ne jemi këtu për të kërkuar të gjitha të drejtat tona. Ndërkohë punonjësit më të vjetër të fushës pohojnë se pas 2 dekadash punë në këtë kompani, po përballen me trajtim jo dinjitoz dhe paga diskriminuese. Raimond Rapushaj, operatori 2 prej 22 vitesh, pohon se nga kompania nuk ka marrë asnjë ndihmë teksa është trajtuar në spital me karbon në gjak. Ndërsa Sajmir Beraj, inspektori i përgjithshëm i 1540 puseve të vendburimit, pohon se në 20 vite punë punon në kushte të vështira, ku përveç ndotjes së ambientit, rrugët e pakalueshme nga njëri pus në tjetrin janë vështirësia më e madhe e ditës. Kam qenë regjistruar me karbon në gjak nga dihet nga gazi dhe nuk kam pasur asnjë lloj ndihme nga bankës, që kam qenë shtuar 2 muaj në spitalin Tork. Për këtë gjë vazhdoj akoma marr ilaçe, po nuk u thonë të shkora. Po nuk u thonë janë qysh tek je ku je. Bëj kontrollin fizik të grykave të pusit, jam i detyruar të shkoj në çdo gryk pusi për ta fotografuar, për ta komentuar. Dhe problemi është vështirësia, kushtet, rrugët, nuk kanë puset, jam pa ber akoma. Këtu jam hallakate me gjithë ditën, ka edhe 20 vjet punë. Ndërkohë që punonjësit janë të vendosur në kauzën e tyre, puset kanë mbetur në mëshirë të fatit.